Mos i injoroni, këto shenja tregojnë se vuani nga tiroidja. Humbja e flokëve. Nuk bëhet fjalë për ato fije të flokëve të cilat mund t'ju humbasin gjatë një dushi. Alopecia areata është një gjendje e tillë e cila mund t'ju bëjë të humbisni shumë flokë dhe kjo shkaktohet nga problemet e tiroides. Madje ndryshimet në hormonet e kësaj gjendre mund të dëmtojnë edhe folikujt e flokëve. Shkoni më shpesh në tualet. Mendoni që udhëtimet e shpeshta duke vrapuar drejt tualetit vijnë si pasojë e helmimit nga një ushqim, por ekziston edhe mundësia dhe që aftësia tretëse e trupit tuaj mund të jetë ndikuar edhe nga problemet të cilat shkakton mos funksionimi normal i hormoneve të tiroides. Keni tension shumë të ulët ose shumë të lartë. Hormonet e tiroides mund të luajnë edhe me tensionin, prandaj tregoni të vëmendshëm. Ndiheni shumë të lodhur. Të gjithë ju mund të ndiheni shumë të lodhur, por kur një tiroide funksionon keq me shumë pak hormone, ajo gjithashtu mundet t'ju bëjë të ndiheni të lodhur gjatë gjithë kësaj kohe.